Nëse dikur mendonim se Shqipëria ka dalë nga hija e një pushteti që funksiononte me parimin e familjes, tani kemi vetëm një update të sistemit të vjetër. Duket se historia politike shqiptare ka një aftësi të habitshme për të kthyer personazhet dhe ngjarjet në një cikël përsëritës, ku gratë e fuqishme në hije ndërmarrin role vendimtare. Dhe kush më mirë se Linda Rama mund të krahasohet me Nexhmia Hoxhën. E shoqja e kryeministrit deri vonë është përpjekur të shes veten si akademike dhe intelektuale të qetë, që nuk përzihet me punët e bashkëshortit, por koha po tregon se ajo ka ambicie të forta në menaxhimin e pushtetit, veçanërisht në emërimet strategjike të institucioneve publike dhe tendera. Dhe nuk është vetëm ndikimi në propaskena i që bie në sy, por edhe fakti që të gjitha takimet dhe daljet e saj publike janë të organizuara në mënyrë të kujdesshme nga Endri Fuga, propaganduesi kryesor i Edi Ramës, i cili kujdeset që Linda të bëhet lajm në të gjitha mediat që janë në shërbim të kryeministrit. Kapja e RTS, një nga institucionet më të goditura nga dora e padukshme e Linda Ramës, duket se është RTS. Për një kohë të gjatë, ky institucion propagandistik, që ndonjëherë ngatërrojmë me televizionin publik, ka përjetuar ndryshime të shumta, por kurrë nuk ka qenë kaq i kujdesshëm në zgjedhjen e njerëzve që do të drejtojnë programacionin dhe lajmet. Gazeta Sot raportoi se gara për drejtorin e ri të RTS tashmë ka një fitues të paracaktuar, e cila është gazetarja Eni Vasili, e njohur për afërsinë e saj me Linda Ramën. Skema u zbulua pas dorëheqjes së papritur të Iris Luarasit, e cila u largua pas sqarime nga gara, ndërkohë që Eni Vasili hyri menjëherë si kandidate, duke shtruar rrugën për një emërim të dirigjuar nga lart. Preferencat e Linda Ramës bën që kryeministri Edi Rama të arrinte pazarin e radhës me PD. U shkarkua një këshill i tërë vetëm për tekat e Lindës dhe në parlament u vendosën emra që vijnë kryesisht nga rrethet e pushtetit dhe ndikimi i drejt për drejt politik. Kryetari i tij u zgjodh Fatjon Hoxhalli, një njeri i afërt i qeverisë me eksperiencë pranë Niko Peleshit dhe grupit parlamentar socialist, ndërkohë që pjesa më e madhe e antarëve të rinj vijnë nga rrethet e politikës, duke e kthyer institucionin që duhet të ishte i pavarur në një mekanizëm kontrolli të plotë nga pushteti. Tani mbeten vetëm çështjet procedurale që mikja e Lindës Eni Vasili të marrë drejtimin e RTS dhe si gjithmonë, të gjitha këto lëvizje janë të orkestruara me kujdes nga Endri Fuga, i cili garanton që mesazhi të mbërrijë atje ku duhet dhe që askush të mos vërë në dyshim rolin e Linda Ramës në prapasken. RTS nuk është i vetmi institucion ku Linda Rama ka shtrirë ndikimin e saj, nga bordet e bankave shtetërore deri tek institucionet e tjera, duket se ajo ka krijuar një rrjet të besuarish, të cilët në një formë apo tjetrën e dinë se rruga përpara kalon nga miratimi i saj, teksa Edi Rama zgjat mandatin e tij me lehtësinë e dikujt, po ndryshon rregullat e një loje tavoline. Linda vendos se kush do të jetë mikeshe preferuare e pushtetit. Ogerta Manastirliu, Frida Krivca, drejtoresha e Akshi Mirlinda Karçanaj, apo ministret Anira Denaj, Albana Koçiu dhe Belinda Balluku janë thjesht kapituj të ndryshëm të njëjtit libër. Akuzat për tendera, skandali shkon deri te tenderat. Akuzat e bëra së fundmi nga ish zëvendës ministri Arben Ahmetaj kanë vënë në pa një skem të organizuar ku Linda Rama jo vetëm që ka ndikim në emërime strategjike, por gjithashtu është e përfshirë në çështje që lidhen me menaxhimin financiar të pushtetit. Sipas Ahmetajt, Akshi është ndërruar në një kopsht privat të Lindës dhe Edit, ku kontratat dhe fondet publike trajtohen si pasuri personale të një rrethi të ngushtë njerëzish besnik të saj. Akshi është kopshti privat i kryeministrit, ku njerëz të lidhur me familjen e tij bëjnë çfarë do qefi aty. Gazetar gërmoni këto, shkoni në dogan, po nuk gjetët 10 fishin e fitimit. Atëherë ktheuni tek unë. Gërmonia janë ngrisur urdhër arrestet në lidhje me laboratorët. A janë rrëzuar 2 urdhër arreste? Investigojeni, ashtu siç keni tek inceneratori i Tiranës në lidhje me korrupsionin tek laboratorët. Po tek Akshi, cila është kompania që ka marrë projektin 15 milion euro të sigurisë kibernetike. Kompania First e lidhur me familjen, ku shkojnë parat, Follow the Money, projekti 15 milioni i pabotuar, i pa dalë në tender të hapur, e ka marrë kompania First dhe Follow the Money. Kompania First, me kë është e lidhur, ku shkojnë parat, do gjeni çuditëra. Në korrupsionin e Akshit është e përfshirë drejt për drejt familja e kryeministrit. Gjeni, unë e dash indicjen, merruni me të se do të gjeni çuditëra. Kam një ekstrakt tatimesh. Ju them gazetarëve investigativ, Follow the Money. Le të thotë Rama do ta gri maskarajn dhe le të thotë Altin Dumani e kam personale. Pyetje për gazetarët investigativ, retorike, bëni çfarë të doni. Si është fshehur ish kompania ABS te kompania AIBS, mund të bëni një kontroll se te Spaku s'kam besim. Kompanisë së Baxhenakut, si ka mundësi që kompania me xhiro 1.9 milion euro fiton tender 1.8 milion euro, u shpreh Ahmetaj.
Akuzat për vajzën. Nuk është hera e parë që familja e kryeministrit akuzohet për implikime në tendera. Në korrik të vitit 2024, vajza e Linda Ramës, Rea Xhillari, paditi Sali Berishën dhe 6 deputet të tjerë për shpifje, pas akuzave se kishte përfituar tendera publik përmes subjektit tregtar 51N4E. Kjo akuzë ngrit nga Erben Ahmetaj, duke shtuar dyshimet mbi rolin e familjes Rama në financat publike. Faktorizimin ndërkombëtar. Linda Rama nuk është ndalur vetëm në politikën shqiptare, por ka hyrë fuqishëm edhe në skenën ndërkombëtare. Së fundmi ajo është e pranishme në një samit në Abu Dhabi, ku u takua me bashkëshorten e Alex Soros, Huma Abedin. Pas ndryshimit të administratës amerikane në janar, Soros është në qendër të vëmendjes, po ashtu ajo ka shkruar dhe parathënie në librin e Kamala Harris, kandidates që sfidoi Trump për president të SBA. Promovimi u shoqërua me elogje për figurën e Harris, ndërsa parathënia e tij e shkruar nga Linda Rama i shkoi dëm kësaj të fundit, pasi kandidatja demokrate nuk arriti të fitojë garën për në shtëpinë e bardhë. Për më tepër ajo mori dje pjesë në homazhet për babain e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ndërsa Edi Rama zhvillonte takime dytësore në Berat. Linda respektonte Thaçin duke i dhënë mbështetje familjes së mikut të bashkëshortit të saj në këto momente të vështira. Linda zgjedh Rama afirmos: "Këto janë vetëm maja e icebergut, pasi nëse dikur Shqipëria kishte një slogan të famshëm, partia është nëna jonë, sot në epokën digjitale, me një branding më të rafinuar, kemi Linda zgjedh, Edi firmos, dhe ne qytetarët duart trokasim për spektaklin e radhës, sepse në fund të fundit nuk kemi zgjedhje tjetër."